I nderuar kryetar, të nderuar deputet, të dashur qytetar, vim sot përpara jush për diskutimin dhe miratimin e aktit normativ për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin e buxhetit të vitit 2025, të miratuar tashmë nga Këshilli i Ministrave dhe që u artua si një domosdoshmëri për të reflektuar disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Ky akt plotëson të gjitha kriteret kryesore, siç është nevoja për të reflektuar përkohshmërinë e zbatimit të tij, respektimin e kufive të fuqisë ligjore, si dhe domosdoshmërinë e miratimit nga ky kuvend. Për këtë qëllim, akti normativ adresoi në mënyrë të menjëhershme nevojën e mbështetjes së shtresave më në nevojë, siç janë familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike apo personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre. Si dhe paralelisht me këtë, kemi garantuar edhe fondet e nevojshme për skemën e pensioneve. Qeveria Rama ka dëshmuar në mënyrë të vazhdueshme se mbrojtja sociale do të mbetet një nga prioritetet buxhetore. Përmes fondeve të dedikuara kemi synuar jo vetëm ruajtjen, por edhe rritjen graduale të mbështetjes sociale, duke ju përgjigjur nevojave reale të qytetarëve shqiptar. Për vitin 2025, mbështetja buxhetore për familjet që kanë përfituar ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar, arriti në vlerën 25.6 miliard lek apo 256 milion euro, përfshi këtu dhe fondin për bonusin e fundvitit. Ndërsa për kategorinë e pensionistëve, që përfshin bonusin plus indeksimin, fondi buxhetor u llogarit në rreth 120 milion euro. Në një kuadër ekonomik që kërkon kujdes dhe balancë në vendimarrje, ne kemi zgjedhur që të mbështesim ato shtresa të cilat kanë më shumë nevojë. Ndaj edhe nëpërmjet këtij akti normativ, ne synojmë transferimin e të gjitha fondeve të buxhetit 2025, të cilat nuk janë përdorur nga ministritë apo institucionet buxhetore, të transferohen në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Këto fonde do të përdoren me vendim të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu, nëpërmjet aktit normativ, ne synojmë mbështetjen e shtresave të nevojë, por nga ana tjetër edhe rialokimin e kursimeve të evidentuara gjatë periudhës janar-nëntor 2025 drejt programeve apo projekteve të cilat kanë pasur një ecurim më të mirë. Paralelisht, me këtë akt normativ, kemi bërë dhe një shpërndarje të brendshme të fondeve me efekt neutral në deficitin buxhetor në funksion të rritjes së efikasitetit dhe përmirësimit të zbatimit të projekteve. Të nderuar deputet, përpara se sa të vijoj me elementët kryesor të këtij akti, më lejoni të bëj një paraqitje të treguesve kryesor makroekonomik dhe fiskal për të kuptuar më qartë bazën nga e cila ne jemi nisur për të bërë ndryshimet e propozuara. Prodhimi i brendshëm bruto në vitin 2024 u rrit me rreth 4%, ndërsa gjatë nëntmujorit të vitit 2025 rritja ishte 3.7%, duke u mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe nga investimet. Ne parashikojmë që viti 2025 të mbyllet me një rritje ekonomike prej 3.9%. Sa i takon borxhit publik, sipas vlerësimeve paraprake që Ministria e Financave ka kryer, ai pritet të jetë nën masën 54% të prodhimit të brendshëm bruto në fund të vitit 2025 dhe ky është niveli më i ulët i borxhit publik që kemi pasur që nga viti 2010. Sa i takon të ardhurave nga tatimet dhe doganat, sipas të dhënave paraprake, për vitin 2025, ato u realizuan në vlerën 496 miliard lek, ose rreth 400 milion euro më shumë se viti 2024, duke shënuar një rritje prej 9% dhe një realizim të planit vjetor në masën 99.3%. Të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore shëndetësore, për vitin 2025 u realizuan në masën 172 miliard lek, me një rritje prej 16.7 miliard lekësh apo 167 milion euro më shumë se sa viti 2024, apo me një rritje prej 11%, si dhe një tejkalim të planit me rreth 711 milion lek. Në total,
të ardhurat nga tatimet, doganat dhe kontributet, sipas të dhënave paraprake, u mblodhën në vlerën 668 miliard lek, me rreth 560 milion euro më shumë të ardhurat të arkëtuara, krahasuar me vitin 2024 dhe me një realizim të planit vjetor në masën 99.6%. Janë pikërisht këta tregues që pasqyrojnë stabilitetin e financave publike dhe përforcojnë besueshmërinë ndaj politikave tona fiskale, duke na lejuar që të bëjmë ndërhyrje të kujdesshme me përgjegjësi për të optimizuar përdorimin e fondeve publike. Ndaj, edhe në këtë kontekst, me anë të këtij akti normativ, ne synojmë mbajtjen të pandryshuar të totalit të ardhurave buxhetore, rishpërndarjen e rreth 30 miliard lekëve kursime të evidentuara për realizim sa më të plot të shpenzimeve publike në buxhetin vjetor, si dhe ruajtjen e pandryshuar të deficitit buxhetor për vitin 2025 në nivelin e planifikuar në fillim të këtij viti, në fillim të vitit 2025 në masën 61.64 miliard lekë. Në krahun e shpenzimeve, nënvizoj se totali i tyre nuk pëson ndryshime, duke reflektuar vetëm rialokime midis zërave buxhetor dhe me një efekt neutral. Në zërin e shpenzimeve korrente, ndër alokimet kryesore mund të veçojmë mbështetjen financiare të disa kategorive në nevojë në masën 15.000 lekë, ku kanë qenë rreth 148.500 përfitues që vinë nga familje që përfitojnë ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre, me një efekt financiar për buxhetin e shtetit në masën 2.23 miliard lekë. Sipas të dhënave që disponojmë, bonusi për familjet me ndihmë ekonomike deri ditën e premte ka patur një realizim në masën 98.4%, ndërsa për personat me aftësi të kufizuar, realizimi i këtij buxheti ka qenë në masën 99.5%. Gjithashtu, nëpërmjet këtij akti, parashikojmë transferimin e të gjitha fondeve të papërdorura në mbyllje të buxhetit të vitit 2025 në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që kemi bërë si Ministri e Financave, shuma që minimalisht dhe nënvizoj minimalisht do të kalojë në këtë llogari është rreth 150 milion euro. Përmes këtij mekanizmi ne synojmë që të krijojmë hapësira të qëndrueshme për mbështetjen e kësaj kategorie, por nga ana tjetër pa rrezikuar edhe ekuilibrat fiskal. Gjithashtu kemi një financim shtesë nëpërmjet këtij akti normativ për fermerët në masën 2 miliard lekë me qëllim mbulimin e të gjitha kërkesave të aplikantëve të skemës së mbështetjes që plotësojnë kriteret për masat mbështetëse për vitin 2025. Në total, fondi i alokuar për vitin 2025, nga të cilët fermerët kanë përfituar drejt për drejt, shkon në masën 6.4 miliard lekë dhe kjo është rreth 1.1 miliard lekë më shumë se sa viti 2024. Sipas dhënave që disponojmë, realizimi i fondit për skemat mbështetëse është në masën 90%, ndërsa për kompensimin e naftës është në masën 93%. Pagesat janë ende duke u kryer, kështu që besoj që realizimi do të shkojë drejt 100%. Gjithashtu, nëpërmjet këtij akti normativ, kemi edhe një alokim për